Bëm gurthemelin e ndërtesës së re të entit special këtu në Shtime, me sipërfaqe të gjithë mbarshme prej mbi 6800 m2, me çrast të punimet do të kryhen për maksimum 2 vjet, ndërkaq kostoja e gjithë mbarshme është rreth 6.3 milion euro. Për mua dhe për qytetarët e komunës Shtimes është ditë historike sot, sepse po hedhet gurthemeli i një projekti të cilin jemi zotuar që në krye të radhës para qytetarët e komunës Shtimes dhe jam shumë i lumtur që brenda një kohe të shkurtër po fillon ndërtimin dhe po besoj që siç e tha kryeministri brenda 2 vitesh do të implementohet si projekt dhe më në fund pacientët të cilët kanë jetuar në kushte as pak përshtatshme do të kenë kushte shumë më të dinjitetshme dhe do të kenë mundësi të jetojnë në qetësinë e tyre, larg smogut, larg zhurmës dhe larg pranisë qytetare që edhe të automjeteve që mund t'i kenë penguar deri tani. Jemi sot në një moment bukur, në një ditë e bukur, ku po bëhet gurthemeli dhe brenda 2 viteve këta pacient do ta kenë një objekt, një institucion i cili do t'i plotësoj të gjitha kushtet, i cili do t'jetë shumë njerëzor, i cili do t'jetë me kushte shumë të mira për ta dhe normalisht edhe do të na bëj të ndihemi edhe ne më mirë si qytetar të Kosovës, sepse ky nuk është vetëm për komunën e Shtimës ky institucion, është për gjithë qytetarët me këto probleme nga tërë Kosova, kurse në veçanti edhe një herë falenderoj kryetarin e Shtimës për angazhimin, presionin, nga një herë që tha më herët edhe argumentet, por që tash t'u bë një projekt realitet dhe do të bëhet në funksion pas 2 vite. Ndërtimi i objekteve të reja sigurisht do të krijojë ambiente të mira, do të krijojë infrastrukturë të përshtatshme, për shkak se ambientet atje nuk janë të përshtatshme për kategorinë e cila tani do merr shërbim atje për shkrimin shumë rrethona jemi detyruar të bëjmë shumë investime siç e tha dhe ministri, të bëjmë modifikime, mirë po tani në infrastrukturën e re kemi para po të gjitha nevojat të cilat janë të domosdoshme për kategorinë, kemi punuar si staf bashkërisht me gjithë projektues që t'i parashohemi të gjitha nevojat tamam siç e parasheh kërkesa dhe nevoja e një qytetari me nevoja tilla, tu i përshtat në institucione tjera që ne kemi pasën mundësinë të vizitojmë në vende të ndryshme të BE-s. Shumë mirë. Për 2 vjet maksimum me